Ne në fakt nga këto rreziqe kujtohemi kur ndodhin, jo kur në ditët e zakonshme apo në ditët normale. Shqipëria konsiderohet nga tregjet e mëdha të risigurimeve si një zonë kuqe, do të thotë që është një zonë që gjithmonë priten përmbytje, priten zjarre dhe tërmete. Pra ne jemi një vend ku rreziqet potenciale të katastrofike quhen, janë evidente dhe janë gjithmonë pranishme. Dhe duke qenë të tilla, natyrisht që duhen marrë një sër masash përpara, sepse njerëzit duhet ta dinë që cikli i përmbytjeve është vjetor ose disa vjeçar. Po dhe i zjarreve e temperaturave të larta është i njëjtë. Po dhe i tërmeteve është një rrezik tjetër potencial. Pra ndodhemi në një zonë ku rreziqet katastrofike, dhe ne konsiderojmë katastrofa ngjarjet e ndodhura brenda 24 orëve, ngjarje të mëdha siç janë përmbytja e këtyre ditëve, siç është tërmeti i 2019-s, apo zjarret e kësaj vere. Të gjitha këto janë rreziqe të cilat janë potencialisht shumë të rënda për qytetarët dhe që mjerisht ose fatkeqësisht në përgjithësi ato gjenden pa mbrojtje.